Me emër të Allahut do të bëhet mirë, mos u bëni merak. Qa me batash. Zoti po thoi njerëz të mirë këto me gjithçka. E tash do të më thonë, ja jam i mirë, ja jam i keq. Po janë kondicione që shumë të këqija të kaluam me të mirët. Kena bërë do gabime vetë. E tash, inshallah për në mënë Allah i kofshin falë. Edhe për kapëm jetës, largon për hojna, për rogoqa, për bërgagjive, për njerëzit të thishtë. Edhe që dhoma shumë që s'me folë me neve, se jemi pas mund që kam kontakt me ta. Jemi që nas rësëpërtoj njerëzit shumë, kemi shumë njerëzit mirë nga të vete. Që keme bëtë shumë? Hajtë se u kone qkrume, gjithë lisenë është të shkrume. E për ata, ja ho zemën të tome, ju duash. Edhe të të shia më vonë, me më të lojtë. Bye bye. Du me thonë të qka për këtë burrat shqiptarë që shumë nga keshni, shumë nga kritikani, që e nërë vetë mi shketit. E në ardhë mi, pa shkollë, dvujtën, pe i lufte. Normal që tash nga kanë ka pak dhe të këshia, po jena shumë dvujtën, shumë të hiqen shketit. Dhe për ta për këtë gradë shqiptare, mos i meni shumë senet nga zemën, dorëni pak se edhe pa doru nuk bënë. S'po foli për këta laperat, për këta rrugoqat, për këta njerëz të poshtë qikë, vërrejnë shqiptarë, vrojnë shqiptarë. Jo vrojnë, jo bojnë dhe sen që duhet mi bojnë. Po du me ju thonë që pa e garbi, thonë njerëzit ma të vujtin shqiptarë në botë. Qëta që jenorë në kotë luftë, ose para luftë të shkretit. Pa ditë gjuhë, pa ditë sen vjetë. është normal që është shumë keq. E sot që unë edhe jam këtheni shpinën edhe i ma tratani burrat jo. Po folë tash për ta se di që keni më para që kush të tonë për këtë video. Po veç apel për të tonë, që ju du shumë edhe rruni familjet juve. Jo për i goje, për i fjallë goje, me shumë, për i një sanit vogën e botë modhe. Jo për që a thoj.